Rama. Nga veriu në jug duke çliruar hapësirat publike. O Franci, tani që kur mbaruan zgjedhjet, po si shumë gjëra po ndryshojnë, e ke vënë re? Edhe e di çfarë po ndryshon më shumë? E di çfarë është ajo që po ndodh jone? Është që po vazhdojnë e po ikin shqiptarët nga vendi i tyre drejt perëndimit ose vendeve të tjera dhe sigurisht që vendin e atyre që kanë ikur duhet ta zënë të tjerë. Për këtë arsye po na vinë emigrant nga Azia dhe nga Afrika. Dhe rasti që do të ndjekim sot është një vajzë e cila ka ardhur nga Afrika dhe trajtohet si një skllave moderne. Ndiqe. Oui, mon problème, c'est qu'on a fait venir ici pour travailler et on a vraiment le travail, mais c'est pas ce qu'on est prévenu de là où je viens, parce qu'on travaille 7 jours sur 7 avec 8 heures de temps plus 2h30 de sup obligatoire. Et de plus, on est maltraité. Qu'est-ce que ça veut dire maltraité? Avec la salaire, les logements et la nourriture. Vous gagnez combien? Jusque-là, j'ai seulement 2 payes jusqu'ici. Et le payé, c'est 416 €. Vous avez un contrat avec l'agence? Avec l'agence, je ne sais pas si c'est un vrai contrat parce que déjà, ce n'est pas ma signature qui est dessus. Le contrat que j'ai signé avant, je ne sais pas où ils ont mis, mais ils ont signé un autre contrat en mon nom. Ah oui. C'est ça ce qui m'a conduit à l'Albachose. Vous travaillez, est-ce que vous avez un contrat? Non, depuis que je suis venue, le 8 juillet jusque-là, j'ai encore rien signé avec l'Albachose. Et vous habitez où? Tout près de l'Albachose, avec une sorte d'appartement qu'ils ont loué pour nous. C'est vraiment inhumain parce que une chambre avec 19 filles et une seule toilette pour nous tous. Combien de filles? Et 19. 19, oui. 19 filles. Et elles sont tous venues de votre pays, non? Oui, une seule qui n'est pas de Madagascar. Ajo që më bën më shumë përshtypje mua është, Franci, se në atë apartament... Që duhet thënë që nuk ishte as apartament, Fix, duhet të rinin 19 vajza... Me një tualet të vetë, më falë që të ndërpreva, po te kam fiksim ta theksoj. Është thjesht shtazarake, Franci, vetëm kështu mund ta përshkruaj.
më e rëndë se sa 19 vajza në një apartament që nuk është apartament dhe që ka vetëm një tualet, është fakti që e ka nxjerrë Edi Ramën mashtrues gënjeshtar. Franci Edi Rama është siguruar që të thoj mirë që këtu nuk ekziston skllavëri dhe që ai u plotson të gjitha kushtet këtyre njerëzve që na vinë këtu si emigrant, Franci, apo jo? Po, edhe që filluan të hapin gojën, qëndrojnë. Nuk ka fuqi punëtore. Tash ti, shiko, unë di që kjo është bisedë e rrezikshme për mua. Është bisedë e rrezikshme për ne, se kur e themi ne këtë na hudhen në fyt, ja. Dhe pastaj kur I tregojmë këto, diçka thonë, po kjo nuk është punë, kjo është skllavëri, kjo është poshtërsi, kjo është pabesi. Ne besoj e informuam që se si informuam të informoj, kemi kaluar tashti ligjin e ri për të huajt, që është shumë I thjeshtë, 7 ditë është procedura për të marrë punëtor të huaj, dhe po të them me këtë pagë që keti këtu, e ke të garantuar se unë shoh që kanë filluar të marrin edhe të tjerët. Po I ke të punëtor të huaj nga Bangladesh, nga Pakistani, nga India, ke porosit. Bangladesh. Ata kanë dhe një $500. Po, edhe do të sigurosh edhe një vend për fjetë. Edhe për fjetë, jo, ushqimin e kanë marrë. Edhe fjetën. Aq më mirë. Vetëm fjetë. Dhe I ke pronto dhe s'dina shqip që të merr me tash e theme. Po, do të bëj një kat apo stafat vetëm për ta. Kur të fillojnë të mësojnë shqip fillon ndroi, se fillojnë tash e theme, I hyn krymi jo politika, jo demokracia, jo liria, jo Europa, jo bota, jo. Një shoqi. E shkreta vajzë ka mbetur këtu në vendin ton, pa banesë, pa lek, pa mbështetje. Dhe ajo mendon, Franci, që këtë mbështetje do ta gjejë tek shteti shqiptar. Duhet t'ja japim ne, apo jo, Franci? Ndjekim pa. Ndjekim. Est-ce que vous avez porté plainte quelque part au propriétaire ou... J'ai pas encore fait. Oui, je comprends. Parce qu'on m'a dit que personne ne va nous écouter et nous faire attention à nous parce qu'on est des étrangers ici. Et j'ai demandé des conseils aux quelques citoyens ici. Et c'est ça qui me conduit à vous là maintenant. Je comprends. Il n'y a pas donc une agence ou une organisation ou quelqu'un qui fait une garantie de votre vie ou de votre travail? Normalement, c'est l'agence qui nous avait fait venir ici, responsable de nous et tous les paperasses. Mais jusque-là, ils nous demandent de rançon 600 € encore, en disant que c'est un remboursement de visa, alors qu'on a tout payé avant de venir ici. Et ils demandent encore ces 600 €. Comme j'ai pas, peut-être que j'ai le moyen 600 € par mois, mais je ne veux pas le payer parce que j'ai compris dans ma tête, j'ai déjà tout payé. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas faire mes documents. Alors, l'agence, elle est albanaise ou malgache? Cette agence, représentée par M. Renzo Erbisti, il est italien mais habite ici en Albanie. Je comprends. Est-ce que les autres filles pensent comme vous et sont dans le même état? Elles sont dans le même état que moi, mais elles ont peur de cette personne, M. Renzo. Oh, je comprends. Et vous n'avez pas peur, vous? Mais moi, je n'ai pas peur parce qu'il y a des gouvernements qui devraient nous protéger contre la loi parce que je suis aussi un humain, même si je suis une étrangère ici. Oui. Vous avez confiance donc dans l'État albanais, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Oui. Alors, tout à fait. On va faire passer cette interview à la télé avec votre accord. Et qu'est-ce que vous attendez après? Ce que j'attends, soit il me rembourse tout ce que j'ai dépensé pour venir ici, soit il me règle tout ce qu'il doit faire. Merci Maria. Je vous en prie. Dhe fal dashamirësisë tonë, Franci, vajza e gjeti një punë edhe një vend strehimi. Por duhet thënë që nuk është e ishte kjo pikërisht ajo që ajo priste nga shteti shqiptar. Po pra, se e shkreta vajzo jona iku nga Afrika edhe erdhi gjeti këtu më keq se sa Afrika. Ke shumë të drejtë, Franci. Por tani do nisemi pak të merremi dhe me hallet tona. Po,
Po, prapë te Afrika do rim. Aty? Po, se që thua ti Jona është një rrugë që e ka marrë përsi për Fondi Shqiptar i Zhvillimit, edhe është këtej nga Malësia e Shkodrës. Ajo në Prekal që kisha qefun? Po, fiksa ajo. Ja ta kujtojmë pak. Po. Jemi në aksin rrugor Prekal-Kirt të Shkodrës. Në verën e vitit 2023, Kryeministri i Shqipërisë Zoti Rama dhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci promovuan punimet në këtë aks, i cili do të shërbente për zhvillimin e turizmit në këtë zonë, po ashtu edhe për banorët e zonës. Kjo është faza e parë e këtij investimi, janë 17 km rrugë me 5 metra gjërsi rrugë, me kanalizime, me vepra arti, me ura, me sistemime, me mure mbrojtëse, të gjithë pjesën kryesore që ka kjo rrugë deri në fund. Banorët e kësaj zone janë ankuar në emisionin Xhadat në lidhje me këtë aks rrugor, i cili është mjaft i rrezikshëm për ata. Kjo është rruga e Dukagjinit, peshen i vetë. Këtu nuk është basi sen, këtu është më rrezik se ka kënë. Ky lutje është 17 kilometra. Po, 17 kilometër, po Prekal-Kir. Së basi sen, së ba, s'ke 3 metrë, se ke ma gjanë, shumë vene. Nuk ka mirëmajtje hiq, as shteti s'interesohet për këtë punë, as pak. Rrezik ke në çdo sekund, çdo metër si të ecish, tu s'ke siguri. Tu është rrëzue kë mali, e ka marrë edhe të fedromisin, ka tek edhe ka rënë Kir një atje, së marra si mas tjetër, që peshe vetë që është rruga. Këtu rëzohen gurë e mushet rruga. Bllokohet taksi? Po, bllokohet. Nuk ka mirëmajtje, s'ka pastrimas, si interesohet kërkush për ta. Pra siç po e shikoni, loti i parë në këtë aks rrugor është mjaft i rrezikshëm. Duke vazhduar aksin rrugor Prekal-Kir. Si që shikoni dhe vetë nga pamjet, këto shkëmbit këtu kanë rënë nga lartë në rrugë, të cilat vazhdojnë të qëndrojnë ende këtu, duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Pra si që shikoni, pamjet flasin vetë. I gjithë ky masif dheu dhe gur kanë rënë në rrugë. Shikoni edhe një tjetër grumbull gurësh të cilët kanë rënë përgjatë këtij aksi rrugor. Qysh në Prekal e nalt, si ka marrë shteti dhe me këmeshit, si gjë s'ka, punu s'ka, më dhe kanë, bloku është, pa rrugë është, të ati do të guri marrë e plan, a përfaqet zezë. Tonë të banorë kishin me jetu e me punu prapë në fshatrat vetat planit, po janë pa rrugë, pa mirësjanje, pa kur të farsanit e më këtë tukë. Shteti zvedorë, kur? Jo, këni pa vetë rrugën Prekal e përpjet. Fundja kanë edhe që shkur më asfaltu e gjoja, kjo është ballë më kësa kanë. Pavarësisht se s'kanë fillu e shirnat e dimnit të la, grëpos rruga e potë si më të në kanale, edhe nuk pagofti fadrum me ardhë, me punu e gjë nuk bënë në ta. Pse është së të koha e mirë nesër bjeni me tërbur, në furnizimin Shkodrën të marrin këtë zonë, kurse është rruga e bloku me këtë të kalujnë. Edhe kur kalujmë kem frikë prej malit, se pos na bjen ngurt kresë, ju e dini vetë se morë fadromen me vetë i shkami atje, me gjithë punëtorin, si kështë të i punua. Gjithmonë bëhet kjo rrugë me frikë. Kemi lënë aksin e Prekalit dhe tashmë jemi në Kir. Si që shikoni dhe vetë nga pamjet, pas meje, i gjithë
ky aksi këtu është i bllokuar nga gurët. Si pas banorëve të kësaj zone, kjo gjendje ka gati 1 javë e cila qëndron kështu dhe askush nga institucionet shtetërore nuk ka ardhur që ta lirojë këtë aks. Ta shikë si shpesheni vetë, zgjala aktuale si është, janë 2 zona që të bllokume. Shoshi shala, ma problema shoshi se shala e bjen atje. Ku ka rënë kjo masa me dhek? Kjo ka rënë ta 7 ditë plot, që është e izolume. Janë izolume 2 shatra, janë të izolume totalisht. Pa vetëm ma problema shoshi, zona shoshit. Duhet të llogarit baza ushqimore për bagti, për njerëzit, makina për shinivesi duhet me kalu në përpyll për me kalu me që ushqimin, bazën ushqimore, etj. Për 6 muaj kanë me marrë për lodje, edhe shumë i mirë. Ka qenë afati 6 muaj? 6 major, si mas tambelet. A kanë i tambel, si mas tambelet, sot tambelen se dim se ka rrua shkruhe. Se hirën ata, janë ma specialista, po, janë shumë specialista. E s'dim gja për tambelen, u ban 2 vjetë, që është në 2023, ishin dim sot. Ta është 1 javë, a shem, për e në kryrë, për me dalë lotaj, shalt. Nuk më ndorë bashkria, asë se dim se ku shë punoj si kësaj normalet, se që bëhet me rrët zonë pultit e dukrazinit, e di zoti e qeveria. Dojnë me në fut komunizm të lanë këtë zonë, mërë pa metun, ma mirë të vënojnë e laj qilë, sa të në mërë mas tullin heqën në shkodër, të izolojnë masi. Shkollat s'ka, spitale ja, se po bjemi, shojmë spitalet, shkollat, kur në kra shkolla në kra, asë një asë. Dej sët njësin shinat së rjau, mesin gjithë zonë e dukrajin dhe izolo me shalë se shoshit. Si ja bëjnë të banorë, se ne nuk mund të kalojmë dot që të shkojmë t'i pyes. Shqive të ashtë ti marinat i pava aty. Po. Kanë lanë marinat aty, janë fut malit me shku me dalin shësh me ushqime, mu që buk familjes. Në fakt, Franci, tani ne duhet ta shikojmë kështu si aventurë dhe për mendimin tim kjo duhet të jetë një aventurë që çdo njeri duhet ta kalojë një herë në jetë. Kaloj atje tek rruga pa u bërë, është bukur. Duhet shijuar edhe kështu më Franci, duhet. Sa aventura duhet shijoj njeriu ku t'ja gjesh radhën o jona e kujt t'i shkosh përpara. Ka shumë aventura. Ja për shembull, këta banorët e Krujës të shkretet, që rinë edhe i shikojnë ato banesat, i tundin edhe çelçat, po për të hyrë nuk hyn dot. Po pse o Franci? Po pse, pse nëse di unë? Ta shohim thë? Se ne di Bashkia Transparente e Krujës. 10 muaj më parë, kryeministri i Shqipërisë, Zoti Rama, erdhi në qytetin e Krujës dhe promovoi këtë kompleksin e pallateve që shohim këtu dhe u dorëzoi çelçat banorëve të cilët u prekën nga tragjedia e tërmetit në vitin 2019. Si jeni? Mirë. Ka do të zoti ma qishtë ka bërë. Profesionalët e Krujës. Më rregull. I lumshin durët. Qef shqipëruar. Ju që zjot? Ne shumë për për punë e palove që i në bërë. Më rregullisht, se jashtë është perfekt. Mirë. Ja dhe qeshtë. Faleminderit, ju jemi shumë mirë njohës. Nuk e besoshit, po ja. Është shumë e bukur për ta besuar. Është shumë e bukur. Deri tash jemi Shpine ka jepi qetë. Ky shorti e shmi. Shorti e shmi. Shorti e shmi. Te ledrën e kanë dhënë shef. Shorti e shmi. E ke morë, po në regull. Po në ato është që ja ta i marum dhe këtë gjithë është. Moj, po atë kryetarin e bashkisë, pse e ka zënë kështu si sklerozë? Sepse thot erdha dhe pastaj harron. Djaliri që në Po, pra, se kuptoj fare. Shëndetje, zoti Bushi si jeni? I bëj një pyetje?
apartamentet të tërmetit të tragjedisë, pse nuk e keni shpërndar akoma? Nuk keni kthyer përgjigje. Para një viti shpërndat me zotin Rama. I dha çelësat banorë, pse nuk jetojnë sot banorët? Takojmë pas takimit. Takojmë pas takimit. Okej, ty pres? Okej. Po mirë, një përgjigje pse nuk e kemi kthyer akoma. Kemi ardhur në Bashkinë e Krujës, pasi edhe vetë kryetari i kësaj bashkie na tha që pas aktivitetit që do të kishte me zotin Rama në Fushkruj, në fushatë zgjedhore, do të kemi një takim për intervistë së bashku. Ne kemi ardhur tashmë në bashki për të parë nëse kryetari ka ardhur apo jo në punë. Po, mas takimit do kemi një intervistë bashkë. Kryetari ty? Po, më tha, sot, të në Fushkruj. Po, më. Ka thënë shumë. Po. Si më lërë? Ka thënë që do t'jap takim? Po. Ullu prit. Do shkoj pak atje lërë. Kryetari më tha mbledhje që do takohemi pas takimit. Pas takimit me Ramën, tha do takohemi. Do takim. Po ti e zë informacione se vendos do takimi, vendos ajo. Informon ty për takimin? Jo, të lutem, atë s'ke punë, Po mirë, të lutem prit. Po prit më burr. Po nuk e prek kush, po të lutem. Tani sekretarja lart më tha në fund do të takim me kryetarin. Të lutem zotëri prit. Intervistë me kryetarin nuk e lën ti mo. E lën sekretarja, më tha në fundit. A ke Do të informoj sekretarja më zotëri. Do ta pyesë të ulëm. Po pse do ta pyes ti mo, un kam marrë vetëm. Vazhdoj lart, lutem. Mos e pengoni atë, s'keni punë. Ore, si pa të drejtë më. Kush po dënon institucion? Më denonco. Do ta pyes kur vjen, ja. Hajde me mua. Më fal. Takimi me kryetarin, ku mund ta kemi? Se herën e fundit më tha që do i marrë në telefon, morën numrin e telefonit, po s'na la gjë. Nuk kthejmë përgjigje me shkrim ndaj. Ku më keni kërkuar përgjigje? Po kthyer nëpërmjet S'ka rreth asnjë lloj përgjigje. Keni një muaj me kthyer përgjigje. Po mos abuzon, Mos abuzon. Një sekond. Mos abuzon. Tu jeton ti? Kjo po thot. Ty jeton? Jeton me qerati si jetojnë të tjerë atje? Jeton me qerati si jetojnë të tjerë? Do dhimbse se ty më shumë kruja se sa neve. Dhimbse ty. Edhe ti lën ashtu. Ty jo. Mund s'u mund dhimbse. Po un para ta po vi. Ne kemi bëu gjitha procedurat konstatim. Po i dha të çelcat si sot, si mos abuzon lutem me këtë. Mos abuzon lutem me këtë. Si në maj para një viti. Mos abuzon me këtë. I dha çelcat. Po tregosh abuziv. Pse janë jashtë? Po tregosh abuziv. Pra siç ndoqet edhe vet, një rrëmuj e madhe në këtë bashki sapo u futën brenda. Komunikuam me sekretaren e kryetarit dhe ajo e ndrojtur nuk na dha asnjë shpjegim pse nuk na ka dërguar informacion për kërkesat që ne kemi pyetur dhe as nuk e telefonoi kryetarin për t'i thënë se kur do të vinë në punë për intervistën që kemi ne. Me sa duket, kryetari i bashkisë vazhdon fushatën elektorale dhe nuk interesohet fare për këta banorë të cilët janë prekur nga tragjedia e tërmetit dhe jetojnë sot me qera. Kaluan muaj, kaluan vite, o pingën e sherës, pra prini shikojnë banorët shtëpiat, po për të hyrë nuk hyn dot. Po Franci, po tani je sigur se tani Rama e tha vetë që pas zgjedhjeve do bëj ajo punë. Po më afër se sa java e kaluar pas zgjedhjeve, ka? Jo, nuk ka. Javën e kaluar shkuam ne dhe shtëpiat ishin bosh. Asgjë. Asgjë fare. Jemi sërish në qytetin e Krujës. U bën gati 6 muaj nga hera e fundit që ne kemi qenë këtu. Pas shpinës time, ndodhen këto pallatet të cilat u ndërtuan për banorët të cilët u prekën nga tragjedia e tërmetit në vitin 2019. Ne do të shikojmë sërish ditën e sotme nëse në këto banesa kanë filluar të jetojnë njerëz të cilët u prekën nga tërmeti apo jo. Tani ne do të provojmë që të futemi tek njëra nga hyrjet. Tu nuk jeton njeri. Ne po shikojmë edhe hyrjet brenda, to xhamat janë mbuluar nga tymi, dhe gjithashtu edhe hyrjet janë bosh. Po si shikoni, edhe barin, duke qenë se nuk është i pastruar, do të thotë që nuk ka edhe njerëz. Po le të trokasim te kjo hyrje. Përshëndetje, edhe zilet gjithashtu, por nuk jeton njeri, edhe zhurmë nuk ka fare. Do të shikojmë edhe këtë hyrjen tjetër këtu, nëse jetojnë njerëz apo jo. Le të provojmë edhe zilet, asnjëra nuk na jep ndonjë sinjal. Pra siç shikojnë në gjithë këto godina që ne pam, nuk jeton asnjë banor. I falenderojmë si i kanë bë.
por në shpresim t'i ndajnë sa më para. A nuk erdhi këtu para një viti zoti Rama? Erdhi para një viti. Banorëve? I shpërndau va mori për s'dyti. Duhet t'i fosi sa më para se ato çdo njeri ka njeri si s'ka lek me harbuk. Nuk jepen e di Edi Rama të punë. Ai ka bollumhanin e gjithë Shqipnisë. Llumin e gjithë Shqipnisë ai ka bo, të i ka shkatrimet. Pas i jep Edi pra. Nuk i jep Edi? Nuk i jep Edi Rama. I ka foti të rrejt më të mirë. Po banorët tani rrin me qera këtu akoma? Po me qera të kredit. Sa pallate të bukura këto, rrin bosh. Pa që dore, me mi pa për bukuri. Akoma kanë thënë deri maj e shtatori, hiku në shtatori të i rejt kretë familjarë. Banorët akoma me qera jetojnë? Kretë me qera, unë kam motër e vlla me qera. Nuk paguhen nga shteti, pra... Jo, kanë ka 2 vjetë bonusat i kanë hjek. Pare, ja si rrinë myllë, u prishën a që here. O, Franci, po pësi me ndonë ti se është kjo situatë? Po, unë mendoj ona që ata po presin një tërmet tjetër, që të bëj dhe tërmeti tjetër që ka ndërmend të bëj, i mbledhin gjithë bashkët i fusin njëre mirë pastaj. Tani, je sigurt, kështu e kanë thënë? Këtë po presin, e? Kështu e kanë thënë, unë s'di që të them që kanë thënë, e di pse, se sa herë që shkojmë ne te bashkia për të pyetur, është po i njëjti person që na pret atje dhe gjithmonë bëhet edhe më agresiv me Nexhadët. Qa ka më? Nuk e di. Ne tani do të shkojmë sërish në bashkinë e Krujës për të pyetur pse nuk janë dhënë këto apartamente për banorët që u prekin nga tragjedia e tërmetit. Shtete, si jeni? Një komunikim do në lërë. E kam punë dhe jetë jërë për ta përsëris prapë. Nëse do duhet një intervistë, një udhën plotëso. Zotërin, ne kemi plotësuar 100 kërkesa dhe asë një përgjigje nuk e kemi dërguar, asë një njoftim për intervistë. Këtu dhe më vazhdo se kam punë me. E rritur, rrugështu gjithë. Po jam e vla legës. Zotëria të vazhdoj. Unë që bëj ty, jo këtu. Ty da punë të vera. A vase, s'puno vetëm tio. Të tërë punojmë. Kjo punë arritin e në bëri kaq kështu që. Udhën pa që të kërkesësh. Kërkesë, se plot se kërkesën, unë kam marrë të personalisht vetë. Kam marrë të 2 herë këtu dhe di shumë mirë. Ishte edhe 3 herë, 4 herë, 5 herë, si gjithë tjerë, të cë kërkesën në shpinë më paraqit. Si gjithë tjerë. Po kjo është shqetësim valla. Po bëhesh ti shqetësim të shqetësim. Ne po kalojmë pak te zyrat kryetarit. Ta shikojmë, është ashtu. Mos ka ndarë, s'ke çfarë të bësh. More, kur do vini mend ju? Sa herë të kam thënë që në zyrë duhet trokitur. Më thuaj një kërkesë që ma ke dërguar në te MCN-ja. Asnjë, kam plotësuar 100 shkresa te sekretarja. Kam njoftuar që të njoftoj për të ardhur këtu për intervistë. Ka përgjigje, s'u ka përgjigje atë. Po mirë pra, tani. Atë e keni në dorë ju vetë, e mbani. Si e kemi në dorë vetë me këtyre përgjigjeve të ston? Jo më që të fund më s'u ka përgjigje, s'u të më ulë pret. Del jashtë. Ne po kalojmë pak lart, që të bisedoj me një punonjës. Po pse ndodhi që nuk është? Nuk është. Po ta shikoj, është s'është. E bën herë në fund atë budallik. Mos Po si shte e fundit. Mos bëtë njerëz procedurë. Jo, unë desha t'ju thosh një se sa në punë s'tu pa përgjoni bashkë. Del jashtë. Do me shku me pa që nuk është zyrë, sepse të nuk të mbushet mendje që s'është në zyrë. Po mirë, po të shikoj. Po të shikoj edhe publiku me kamerë, sepse unë. Se, do të thonë s'beson ke fjalë jote publiku, a? Si jo, s'beson ke fjalë jote. Ulu prit aty atëherë. Dil more jashtë, dil jashtë. Ti personalisht po desha hajt shoqëroj. Zotri, ne do shkojmë atje. Tani, zotri nuk e ti po desh vazhdo lart. Shiko, ti tani e duket cënuar linjën e shpirtit. Jo, s'po të nëja si gjë. Paraqitet me shkrim. Asnjë kërkesë nuk e dërguar. Ai kam paraqitur 100 herë. Bëjmë edhe këtë kërkesën për informacion. Megjithëse ne kemi dërguar edhe një kërkesë për informacion nëpërmjet emailit. Një rrëmuj e madhe në këtë bashki sapo u futëm brenda. Komunikuam me sekretaren e kryetarit dhe ajo e ndrojtur nuk na dha asnjë shpjegim pse nuk na ka dërguar informacion për kërkesat që ne kemi pyetur. Përshëndetje. Si jeni? Ja, le, s'ke punë as intervista si gjë. Kryetari është në zyrë? Po, sa ta tregova për zotrin, nuk është. Tash mos kërkoj që më thash një herë se edhe tu botën një edhe budalliqes ka. Po bëj asnjë budallik mos zotri, un po vi për një shqetësim. Asnjë përgjigje s'keni kthy, asnjë njoftim për intervistë. Të çojmë kërkesë me shkrim. Po ka plotësuar që kërkesën, ç'të plotësoj më shumë? Po fundi ato kanë ardhur me firmë vul nga Tirana. Hajde bëj çimin. Do të plotësoj kërkesë prapë. Tash po pengon ti. Mund të kemi intervistë sot me kryetarin? Vjen. Bëj kërkesën me shkrim dhe do të them përgjigje sepse nuk thej unë do të përgjigjen e kryetarit, okay? Urdhroni programin zotin në prefekt. E kishit kërkuar? Një formalitet, kuriozitet me resht. Tash ty do të çoj lart ta shohësh, që s'është në zyrë. Në rregull tash i vazhdo. Okej, nuk është në zyrë. Kur vjen sot? Jo, nuk vjen fare. Po ti le lulet. O zot, po nuk u çmend edhe një javë në këtë provincë, shpëtova për tërë jetë. Ne paraqit kërkesën në shkrim poshtë. Vjen sot? Jo po vjen. Bëj kërkesën me
shkrim tani. Ti po vjen si solucion, bëj kërkesën dhe me kthej përgjigje tani. Si ke emrin se ta kam marrë? Ersiti. Asnjë nuk kemi përgjigje, dakor. Kryetari nuk që kanë zyrë, okej, asnjë se kemi gjetur. Faleminderit, gjithë mirat. Nuk e mbaj mend se sa ta herë është kjo kërkesë që ne kemi dërguar në këtë bashki, pasi nuk kemi marrë asnjë përgjigje. E bëm edhe këtë tjetrën, tani të shohim se çfarë përgjigje do ta kthej. Një hall tjetër ka Jona. Me thuaj. Unë vuaj edhe nga gjendja e ankthit. Aman, më motor, sa hap derën e shtëpisë, që dal për të ardhur në punë, shikoj gjithë ato polici vërdall, edhe më duket kështu sikur jemi në gjendje alarmi, sikur do ndodhi diçka të fikët motor. Si se unë kam vëre. Me thënë drejtën rinë kështu gjatë gjithë kohës, kështu si në alarm, si me sirena kalojnë gjithë andej. Nuk e dim, duket videa sikur jemi në Nepal, e? Po. A të vjen dhe ty kështu? Po, mos ma kujta. Pse ka kaq shumë policë në për Tiranë? Po, si që keni vënë re, policia është e pranishme, edhe tani pas shpine i ke, ja tek duken, është diçka dhe me thonë që kryeqyteti i ka. Gjas me poruan qetësinë, ja si gjë s'bën. Mendon që rrogën vetëm edhe as si gjë. Janë për punë qeverisë për ne. Do të thonë nuk janë për mbrojtje qytetare. Jo, absolutisht jo. Kish një hall, nuk i thotë policia të më ndihmon. Sërina ta muta. Akoma jemi me atë mentalitetin komunist që po e pa mushtarin, po e pa policin, do largohemi, kështu që prapë mirësi është në vete kjo. Ka shumë policë, kam frikë të rinë në një këta. Nuk rinë do në 2, 3, 4, edhe kotrin. Ka makinat janë prej sa pëtyre, shoferat në lojë makinat kuj do qepi, të rrugët janë blokura. Një gjë është që duhet të shikoj me numrin e popullatës. Edhe policat të jenë për pasion, jo popullata 5, tive 7 polica. S'ka pse të ketë shumë policë. Se të mendoj. Pa mendon që prania atyre është për të na mbrojtur neve? Po a mbron gjë? Mendon që je i sigurt me praninë e lartë policëve? Jo. Po pse më? Ka shumë policë, do të jesh i mbrojt, do të jesh krenar që pasën dikush që po mbron mu. Inshallah ruajnë një tjetrin.
Ko burën me vete kemi. Ndodhem përpara drejtorisë së përgjithshme së policisë për të dorëzuar një kërkesë zyrtare për informim mbi praninë e lartë të forcave dhe mjeteve policore në rrugët e kryeqytetit. Në kërkesën zyrtare për informim, drejtuar drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, ne i kemi parashtruar këto pyetje. Cili është synimi i vendosjes së një numri kaq të madh të policisë në qytet? Cili është qëllimi i kësaj prezence i cili mund të quhet edhe tregim force? Krahasuar me vendet e tjera të BE-s, a mendoni se ne jemi më prezent me trupa dhe mjete policie në qytet? Çfarë synon të arrijë policia me këtë prezencë dhe sa do të vazhdojë ky nivel i pranisë së forcave të policisë në kryeqytet? O Franci, po nuk e kuptoj tani për çfarë bëhet gjithë kjo policia aty, nuk e kuptoj, pse? Po, një mendim që më vjen mua është për të qenë të sigurt Jona që ti të kesh idenë që je i mbrojtur, se sa të kthesh kokën një polic atje, kthen nga ana tjetër një polic atje dhe thua jam i mbrojtur. Je i sigurt, ë? Po tani kjo mënyra tjetër që e mendoj unë është apo s'është? Tani më thuaj. Nuk të duket ndonjë kështu si diktatur, sikur duan të tregojnë që keni kujdes se jemi këtu, ne, Shiko, ja, këtë mendim që ke ti, e ka edhe Aslan Dojgjani, i cili më lejo të ta prezantoj tamam është ish deputet i Partisë Demokratike, ish antar i Komisionit të Sigurimit dhe pjesë e strukturave të Ministrisë të Brendshme. Dëgjoj pak çfarë thot ai. Po. Këtu ka një nonsens dhe ka edhe një munges logjike, po ta shikosh në pamjen e parë në këndvështrimin si qytetar. Sepse ka shumë forca policie, nuk është dhe më kohët e funit, por ka një periudhë paktën një 10 vjetë që ka një shtim të jashtëzakonshëm policëve jo vetëm në rrugët e Tiranës, por në të gjithë Shqipërinë. Ka shumë policë që nuk përkthehet në rend dhe siguri. Policë në rrugë, krimi bën kërdin, vrasje, grabitje, vjedhje, pasiguri. Nuk ka parandalim të krimit, por edhe aksidentet automobilistike janë të jashtëzakonshme. Në pamjen e parë si qytetar ka mungesë logjike edhe të ligjit, por në fakt kjo lloj prezencë policie është e qëllimshme nga kjo qeveri. Për faktin që kërkon nëpërmjet forcave të shumta të policisë të fut ndjenjën e frikës, të kontrollit të qytetarit. Pra në njërë anë qytetari ndihet i friksuar dhe i kontrolluar dhe nuk përkthehet në mbrojtjen e tyre. Pra nuk përkthehet në mbrojtjen fizike, në një siguri, humbet besimin, është kthyer policia si një institucion vetëm për gjoba ndaj qytetarëve. Nisu këtu, shko deri në Kroaci, shko në Gjermani me makinë, nuk shef një polis në rrugë. Ama në momentin që të duhet polici, i bje telefonit dhe polisin e ke aty. Kështu du t'jetë dhe në Shqipëri. Jep dhe një imazh të keq te turistët që vinë këtu, sepse një huaj që vjen nga jashtë dhe shef një prezencë kaq të madhe policie në rrugë, nuk përkthehet në siguri, po përkthehet në frikë, pse janë gjithë të policë në rrugë. Por kur vendi drejtohet nga diktator, kur zgjedhet vjedhen, kur policia kthehet në patronazhist, atëherë regjimet e përdorin policinë për të futur frikën ndaj qytetarëve. Dhe në fakt e kanë realizuar, njerëzit janë në frikë, janë në kontrollin dhe survejimin e policisë, njerëzit nuk e marrin sigurinë, nuk përkthehet automatikisht në rend në siguri për qytetarët. Kjo ishte edhe pjesa e dytë që kishim përgatitur për sot, Franci? Duke ju uruar një fundjavë të këndshme, ne ju lëm takim të hënën në 20:00. Deri atëherë, natën! Natën e mirë!